Unë e këm një qase pak ma ashtu, unë kisha thonë që t'na pri opozita neve si shoqëri civile, si analistë, si gjithë, dhe mos dalim na si ma të vëbekët, po t'na pri opozita, qof LDK-ja, PDK-ja, dhe mos dalim për kalkulime politike ase, po t'ju japët mesazh edhe kryeministrit në detyrë ta zoti Kurti, një mashtrues tipik klasik, dhe mos bëjnë kalkulim politik në dënd popullatës. E dim shumë mirë, mos përmenet ai neni famshëm që ju japët aty në ta kandidoj atë për kandidatën apo kandidatin e tyre, po besoj që tash është ky mesazh më shumë për opozitën se sa për Kurtit, na bashkohet dhe mos dalim iniciativa vetëm e vetëm për promovuar qoft njërin, qoft tjetrin, apo dalim të bashkuar dhe me një marrëveshje mes neve dhe dalim masëvikisht dhe t'ja sqelim shqiptarit syt me gisht për shprehjen atë termin popullor, dhe besoj këtë duhet na pri opozita për së rezultat. PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, dhe mos hin ata në kuvend, po dalim me neve atë na bashkangjitem e gjithë populli. Dhe besoj të merr një mesazh të qartë Albin Kurti dhe Lëvizja Vendose dhe ata njerëz që kanë votuar dhe të bindën se ky ka qenë një mashtrim tipik klasik dhe nuk e meriton të jetë kryeminist. Zotri Alime, nëse po më dëgjoni, ju lutem. Kur kërkoni që të na pri opozita, siç thoni ju, çka konkretisht thoni që të pri opozita, të bëj protest, të dalë të demonstrojë? Po këtë aspekt, po mos hi në kuvend, të mirën vesh me neve, me shësinë civile dhe me gjithë këta vullnetarët, qof zoti Arenit Kusti, qof ajo që e respektuar, qof zona Shkodra, qof që të nalime e të tjerë, dhe dalim masëvikisht dhe t'ja boj me dije që Albin Kurti është kalkulant politik, një mashtrues tipik klasik dhe asesi për të qeverisur vendin, dhe këtë japët mesazh edhe partisë ndërkombëtare, po edhe neve të lutem, edhe gjithë popullit t'ja boj me dije se populli i Kosovës të kamet i shkret i mirë dhe nuk e meriton me na po këto, po si të qoftë e kanë votuar dhe tjetë në përgjithësinë e Lëvizjes Vendose dhe Albin Kurtit dhe zonës Haxhiu. Po si mund të arsyetohet ose sa do të ishte e arsyeshme që opozita të bëhet pjesë e protestave për diçka që është e përfshirë vetë në proces? Po s'ka lidhje, neve na bashkangjitet opozita përse prapë dhe t'japët mesazhin gjithë popullin e Kosovës se jemi bashkë me popullin dhe jo vetëm e vetëm kur është koha e votave me dalë me folën për fshata, mi ja marr vota dhe mi përdor njerëz si kondoma, pa që përshpejnë këtu, dhe këtë faj e bën edhe opozita nëse nuk na bashkangjitet pikë, dhe s'ka kalkulime tjera dhe s'ka mesazhe tjera. Çdo mesazh tjetër, çdo alternativë tjetër është dëm popullatës, është zvoglu shporta qytetarët, e kemi thënë edhe në studiot të ju, qof nga one, qof nga zona Shkodra, qof nga çdo koleg tjetër të respektuar, dhe kjo është mesazhi që çon, dhe jo iniciativa të vetme mbledhen dhe të veta shkojmë t'i bllokojmë ato dy. Jo, opozita t'na pri dhe na mbas tyne kaq, dhe t'japet mesazhi edhe nga basira ndërkombëtare, edhe nga gjithë ne aktorët që do dalim dhe ti mbështesëm dhe mos rinë në përzyrë në për kultuke.